Refluksi, nga vetë fjala është ajo situatë kur na rikthehen lëngjet ose përmbajtja ushqimore nga stomaku, kalojnë mbrapsht nëpër ezofag dhe arrijnë në gojë. Ky është ai termi refluks gastroezofageal, reflux disease ose GERD që i thonë ndryshe. Për sa i përket shpeshtësisë, ka disa faza të refluksit sepse një herë apo një episod refluksi ne mund ta përjetojmë të gjithë. E rëndësishme është sa herë na ndodh të përjetojmë situata të refluksit. Kështu që nëse do e përcaktonim që nëse një herë në javë apo një herë në muaj, një herë në 2 javë do na ndodhte një episod të refluksi, mund të jenë gati gjysma e popullatës e përjeton një episod të refluksi. Nga se shkaktohet kjo? Ka ndonjë ca shkaktar apo vjen gjithmonë nga ushqimet, ka të bëjë me anën biologjike? Shiko, kryesori është stili i jetesës. Jo vetëm ushqimi, po mënyra se si ham, sa ham, kur ham, edhe çfarë bëjmë mbasi kemi ngrënë. Kuptohet, ushqimet e rënda që kanë nevojë për shumë acid gastrik për t'u tretur, e aktivizojnë teprinë e acidit gastrik edhe normalisht një hiperaciditet i stomakut mund të ndodhë që të na jap refluks. Një nga shkaktarët pasaj patologjik që përjashton ushqimin është kur sfinkteri normali i stomakut zgjerohet apo hapet apo nuk e bën atë mbylljen e duhur, sepse praktikisht trupi i njeriut është programuar që ezofagu të ketë një sens nga lart poshtë dhe për mos bërë sensin e kundërt nga poshtë lart, Zoti ai që e ka krijuar njeriun i ka bërë një sfinkter aty, një mekanizëm, një valvul që e mbyll atë dhe nuk e lejon. Kur kjo mekanizëm, kur kjo valvul prishet, nuk mbyllet sa duhet apo rri hapur, atëherë na kthehen ushqimet ose përmbajtja e stomakut në gojë.